FIFA ka marrë vendimin përfundimtar lidhur me praninë e tifozëve në ndeshjen Serbi-Shqipëri. Federata Serbe e Futbollit është dënuar me mbylljen e pjesëshme të stadiumit të Leskovacit, ku do të zhvillohet ndeshja. Ky vendim erdhi pas incidenteve që ndodhen në Beograd gjatë ndeshjes Serbi-Angli muajin e kaluar. Sipas raportimeve të mediave serbe, në stadiumin 11 do të lejohen vetëm 6500 tifozë, nga kapaciteti prej 8136 vendesh. Përveç kësaj mase, Federata Serbe është i gjobitur edhe me 80.000 franga zvicerane. Serbët kishin kërkuar që ndeshja të mos zhvillohej në Beograd për shkak të situatës së tensionuar në kryeqytet. FIFA ka parlemëruar se në rast të incidenteve të tjera mund të ketë dënime më të rënda. Kjo përballje konsiderohet vendimtare pasi Serbia dhe Shqipëria garojnë për vendin e dytë në grup që siguron play-off-in drejt Kupës së Botës 2026.